Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio për gjithë ju që po na ndiqni, mjekën stomatologe Nadia Baholli. Përshëndetje, kënaqësi që ju kemi në programin e mëngjesit. Do të flasim pra siç e përmendëm edhe me shikuesit, ku do të kemi Nadia dhe një numër telefoni ku na telefonojnë për gjitha shqetësimet që ju mund keni miq lidhur me shëndetin tuaj oral. Dhe e nisim këtë bisedë fillimisht me një raport për cilin kemi dëgjuar vetëm ditët e fundit, një raport nga Euromonitor International, sipas të cilit shqiptarët shpenzojnë shumë pak, janë të fundit të renditur në rajon, lidhur me shpenzimet që bëjnë për pastën e dhëmbëve, për furçën e dhëmbëve, në përgjithësi pra për këto elemente të rëndësishëm të shëndetit të gojës tonë. Sa e vërtetë është kjo, sipas jush, duke parë në raport edhe me pacientët që vinë, me interesin që ato tregojnë, është e vërtetë që ne jemi të fundit në rajon në këtë drejtim? Faktikisht duhet thënë që ka diçka që është shumë e vërtetë aty, që pacientët normalisht mundohen që të kujdesen, por jo në atë stad që duhet. Kështu që më vjen shumë keq, por kjo është gjendja këtu. Normalisht kjo vjen edhe nga njohuritë e çdo individi, kështu që nuk Pse ndodh, domethënë pse vazhdojmë ne të jemi në këtë situatë, pavarësisht se dëgjojmë se flitet për këtë pjesë, dëgjojmë në media që shëndeti oral i rëndësishëm duhet i kushtojmë më shumë rëndësi. Pse jemi në këtë situatë ne shqiptarët në përgjithësi? Ndoshta mendoj mund të ketë lidhje edhe me anën psikologjike të pacientit. Në faktin sepse është krijuar një frikë ndaj dhimbjes që mund të ketë tek dentisti. Ose nuk shkon rregullisht tek dentisti. Normalisht në qoftë se bëhen vizita të rregullta, kjo parandalon edhe dhimbjen, parandalon edhe problemet e mëdha. Dhe kjo nuk ekziston këtu tek ne. Në momentin që vetëm kur ka dhimbje, atëherë ai drejtohet tek mjeku. Dhe kjo është shumë e gabuar. Duhet patjetër që të filloj kujdesi për dhëmbët të filloj që në vogëli, që në momentin që del dhëmbi i parë, që në atë moment duhet patjetër që të pastrohet ai dhëmb, të kujdeset prindi në atë moment për fëmijën e vet. Por janë gjëra që mendoj duhet patjetër pacienti të ketë kontakt me mjekun, të ketë kontakt me dentistin dhe të ketë një afërsi, domethënë si miqësore edhe këshilluese që i bën pacientit. Po, na ka mbritur telefonata e parë, e presim së bashku. Përshëndetje. Alo, përshëndetje, jam një zonjë nga Tirana. Po, zonjë, përshëndetje, na thoni shqetësimin tuaj. Po, atëherë kam pak probleme unë të dhëmbët e përpara të gojës. Po i kam pak, domethënë, një dhëmbë kam pak të shtrembur. Edhe kjo mund të rregullohet më anë të pas të zbardhjes në dhëmbë. Dhëmbët tuaj janë pak i shtrembur, dhëmbi i parë, me sa kuptuam? Domethënë, vetëm dhëmbi i madh, domethënë përpara, di kur buzëqesh kur del dhëmbi i parë, pak e kam të kthim mbi tjetrin. Më fal, juve pretendoni që ta drejtoni dhëmbin apo domethënë që ta drejtojnë me anë të pastrimit, bëhet kjo gjë apo nuk bëhet? Apo vetëm nëpërmjet pastrimit, pyet vajza. Doktoresha e kuptoi pak a shumë situatën dhe do t'ju jap një shpjegim në ndiq nëpërmjet ekranit. Jo, kjo nuk mund të bëhet, sepse normalisht dhëmbi e ka formën e tij. Kjo mund të bëhet, drejtimi i dhëmbit mund të bëhet vetëm nëpërmjet aparateve ortodontike. Kjo aparatet ortodontike mund të vihen edhe në moshë të madhe, nuk është problem. Me rëndësi është që të ndiqet procedura e duhur për të drejtuar dhëmbin. Kurse me anë të zbardimit... Kjo është një temë tjetër, në fakt me qenë se edhe telefonata na pyeti lidhur me këtë pjesë. Për të folur pak, duke qenë se edhe nisur nga studimi që përmenda më herët për pastën dhe furçën e dhëmbëve diskutohej shumë se ne i kushtojmë shumë pak rëndësi. Çfarë duhet kemi parasysh, sa shpesh duhet ta ndrojmë? Flasim për furçën fillimisht. Furça e dhëmbëve, sa shpesh duhet ndëruar? 3 deri në 4 në muaj që ndron kjo? Po, kjo është shumë e rëndësishme që furça të ndrohet rregullisht. Duhet patjetër që pacienti të di gjendjen e gojës së tij, gjendjen e mishrave, gjendjen e dhëmbëve, të di mënyrën se si mund ta zgjedhë furçën në bazë të këtyre të dhënave që mund t'ia japi vetëm dentisti.
Normalisht nëse një pacient është me mishra të dobët dhe dentisti i tij i thotë që shiko duhet kesh kujdes, sepse në momentin që ai lan dhëmbët mund të ketë gjakrierje dhe në atë moment ai trembet dhe mendon se nuk duhet i laj dhëmbët. Jo, absolutisht, ai duhet vazhdoj të laj dhëmbët, por thjesht duhet të ketë kujdes të zgjidhi fuqen e duhur, të zgjidhi pastën e duhur dhe të zgjidhi atë shplarsin e gojës që thuhet në gjuhën popullore, duhet ta ketë të duhurën. Po, do të mbetemi sërish te kjo pjesë, një telefonat tjetër është në linjë. Përshëndetje. 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 Po, zonjë? Mishin e dhëmbëve e kam shumë të acaruar. Mishrat e dhëmbëve. Po. Dhe i laj çdo ditë, po më del shumë gjak. Po. E kuptoj. Është e qartë, besoj. Po, i lani në darkë apo në mëngjes më shumë, apo i lani 2 herë në ditë? 2 herë në ditë, edhe në mëngjes edhe në darkë. Rregullisht. Po mishi është shumë i acaruar. Aha, ndodh gjithmonë apo në periudha të caktuara, një herë në muaj apo në momente të caktuara që ti ndoshta e kupton që nuk ndodh çdo ditë njësoj? Jo, në momente të caktuara, janë 2-3 muaj, herë. Aha, okay. Sepse na dëgjoni nëpërmjet ekranit që të mos e mbajmë në linjë zonjën. Faleminderit. Faleminderit juve. Ja bëra këtë pyetje sepse ka shumë rëndësi edhe me gjendjen psikologjike ose gjendjen fizike që mund të ketë pacienti. Çdo problem që mund të ketë në organizëm, ajo shfaqet edhe tek dhëmbët, ashtu siç shfaqet edhe tek flokët apo shfaqet edhe në fytyrë. Dhëmbët janë i pari që e presin këtë problem, në qoftë se ajo ka një problem me stomakun, ose në qoftë se ajo po kalon një periudhë stresi, dhe atëherë ose në qoftë se ajo ka një smundje të brendshme, ajo shfaqet direkt tek problemi me gojën. Dhe sidomos mishrat janë ato më delikate, sidomos tek një femër është shumë problematike kjo gjendje. Pse? Sepse në përgjithësi femrat këtu vuajnë nga paradontoza. Njerëzit në përgjithësi, por sidomos femrat. Kjo ndoshta ndodh nga kushtet atmosferike, ndodhin nga shumë arsye, nga gjenetika, nga gjëra të ndryshme. Por problemi i mishrave duhet kuruar patjetër. Duhet kuruar nga dentisti, duhet pastruar në atë mënyrë që duhet. Nuk duhen ndaluar larjet e shpeshta. Duhet përdorur filli dentar, duhet ndoshta, sepse këtë e përcakton edhe vetë mjeku në momentin që pacienti është aty, ndoshta duhet të marrë edhe një kur me një lloj antibiotiku që është për këtë problem. Varet pra nga gjithë secili. Po, varet. Po, kemi edhe një telefonat tjetër ndërkohë. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, zonjë, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, të urime për emisionin. Ju falenderoj. Atëherë, kam një pyetje. Unë kam dhëmbë të shkurtër dhe të fortë. Ngjyra e dhëmbëve vjen në bezh nga duhani i pirë, diçka e tillë ku dëgjon dhe vetë mosha. Dua sakt nga vajza të di se çfarë paste duhet përdor, mbasi janë shumë dhe unë nuk i njoh, ndoshta nga njëri marr gabimisht. Atëherë ndoshta ne zbardhim të papar nuk pres, por deri diku, domethënë i kam si në ngjyrë të verdhë, pak e ke parasysh? Po, a mund të bëj edhe një pyetje, më fal? Po. Juve keni në vegjëlim, bani mend që keni përdorur tetraciklin në moshën kur ke qenë me dhëmbë të sapo dal, domethënë me dhëmbë të qumshit. Këtë nuk e di ndoshta. Po nuk besoj se medikamente s'kam përdorur shumë. Po mendoj që është nga duhani, domethënë. I kam të shkurtër dhe të fortë të hapura. Po. Por vetëm se dua ti zbardh në çik në çfarë mënyre. Po duhanin pini shumë? Po, pim nga një paketë ditë, po. Po. Emrin e një paste nëse ke mundësi të më ndihmosh? Po, patjetër. Po do të shpjegoj çfarë duhet keni parasysh. Po ju dëgjoj. Ju falenderojmë atëherë. Faleminderit, Ditë të këndshme, po. Në këtë rast janë disa lloj pastash. Nëse zonja ka probleme vetëm tek zbardhja e dhëmbëve, këtë mund ta bëj zbardhimin mund ta bëj edhe tek dentisti, edhe në kushtet e shtëpisë, që mund t'ja këshilloj dentisti. Duhet të bëj atë zbardimin të gjej përbërjen e duhur që t'i përshtatet dhëmbit të asaj. Këtë mund ta përcaktoj nëpërmjet faktit nëse ka shumë dëmb të mbushur, nëse ka pak dëmb të mbushur, kupton? Nëse dëmbët që janë të mbushur janë tek pjesa frontale e gzonjës, nëse është kjo, atëherë ajo nuk mund ta bëj dot zbardimin që dëshiron.
Pastaj është edhe pastrimi i gurzave dhe zbardhimi që mund të ndodhë në mënyrë fare të vogël nëpërmjet zbardhimit të gurzave, dhe plus pastaj unë nuk do ta këshilloja absolutisht që të përdori pasta me zbardhues. Absolutisht. Janë të dëmshme? Janë të ndëmshme, sidomos në këtë rast që ajo pi dhe duhanin, dhe sepse ajo materiali zbardhues që kanë pastat nuk mund ta marrësh me mend se si mund të jetë normalisht, dhe mund të dëmtoj zmaltin e dhëmbit, dhe në momentin që ajo mbaron zbardhimin, mbaron efektin zbardhues, pasi zonja pi duhan, atëherë bën dhëmbin akoma pas një farë kohe të caktuar, dhëmbi bëhet me njolla. Nuk është më i një trajqëm ngjyra, ajo ngjyra besh që kërkon, që thot zonja, por bëhet me njolla, sepse zmalti është dëmtuar nga këto mjetet zbardhuese, nga ky material që është brenda pastës. Pra, në aparencë duket edhe më keq. Po, në aparencë duket më keq dhe mendon se e ka zgjidhur problemin e saj, por ndodh për një periudhë shumë të shkurtër dhe pastaj dhëmbi dëmtohet dhe mund të prishet edhe më lehtë pastaj. Po, do të kalim te një telefonat tjetër, duke qenë se janë të shumta. Përshëndetje. Përshëndetje. Një tjetër zonjë vjen në programin tonë. Ju dëgjojmë. Doja t'i bëja një pyetje doktoreshës. Ju dëgjojmë, doktoresha. doktoresha. Në parë ju përshëndes për emisionin. Ju falenderoj. Dhe tjetra, sa po i dëgjova doktoreshën që po thoshte, që në moshë të vogël keni përdorur tetraciklin apo jo? Po. Unë e kam këtë zverdhjen e dhëmbëve, duhan nuk pi. Do më thënë, pi alkolike gjëra nuk përdor. Po. Vetëm se dhëmbët, 4 dhëmbët sipër, 2 të parë dhe 2 ata të qenit, kanë filluar hajnë qik nga poshtë, dhe kam eritim të mishrave të dhëmbëve, dhe se po pi rovamicinën të shoqëruar me vitamin, B6, B12 që është ajo e ashtu, po vazhdon, edhe 10 kokra që kam pirë, jam akoma në mjekim, prap prishjen e mishtrave të dhëmbëve kam dhe zverdhjen e kam. Mjekimin ju a ka dhënë mjeku apo e keni marrë vetë? Jo, e mora vetë. Me thënë të drejtën. Zonja na e shpjegoi pak a shumë situatën e saj, falenderojmë, na dëgjon nëpërmjet ekranit. Faleminderit. Faleminderit. Marrja e mjekimit vetë nga vetë pacienti është diçka e gabuar. Sepse në momentin që ti merr diçka vetë, ti nuk e di se çfarë efektesh mund të japi. Normalisht mjeku është ai që e di më së miri se çfarë efekti jep çdo medikament. Sidomos dhe çfarë medikamentesh të reja dalin në treg, sepse jemi në një kohë kur në çdo periudhë dalin gjëra të reja, dalin medikamente që kanë një efekt akoma më të mirë se diçka tjetër që ka qenë në treg. Normalisht këtë e përcakton vetëm mjeku. Kështu që në momentin e parë që tha zonja pinte vitamin B12, B6, kjo nuk ndihmon për mishrat ndihmon vitamina C. Plus pastaj janë edhe metoda popullore që unë i praktikoj shumë tek pacientët e mi dhe i këshilloj. Ndoshta zonja mund të jap një këshill që mund të marrë lëngun e limonit edhe të bëj masazh mishrave me lëngun e limonit. Kjo është një gjë që e ndihmon atë. Funksionon. Po, funksionon dhe e ndihmon shumë për atë pjesën e iritimit të mishrave. Dhe pjesa e antibiotikut ose ilaçeve që ajo pi duhet patjetër të këshillohet me mjekun. Kurse pjesa që tha tek zverdhja e dhëmbëve, kjo vjen edhe si pasojë ndoshta e moshës, sepse nga zëri mu duk pak në moshë. Ndoshta vjen edhe nga fakti që se sa fëmijë mund të ketë pasur, se sa probleme në fizik mund të ketë pasur, nëse ka pasur një sëmundje, nëse ka pasur diçka tjetër. Këto janë gjëra që janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, që në pikpamje të parë çdo pacient ose çdo njeri që nuk e ka një urinë e duhur në këtë gjë, nuk i kushton rëndësi dhe mendon nuk është problem. Por faktikisht duhet të këshillohesh me mjekun. Sikur edhe në telefon. Unë e praktikoj këtë gjë, i them gjithmonë që për çdo gjë që keni, mos bëni sipas kokës suaj, por thjesht merr në telefon dhe pyet. Kjo është gjëja më e mirë që mund të bëjë një pacient.
Edhe me qenë se ju folët që në fillim në fakt për pjesën që ne shkojmë tek dentisti, atëherë vetëm kur dhëmbi ka shkuar në një gradë të tillë që kemi dhimbje të padurueshme, është e vështirë. Ndoshta në këshillat tuaja si stomatologe, sa shpesh duhet i kryejmë ne, duhet shkojmë tek vizitat, qoftë edhe pa patur dhimbje për dhëmbët? Po, vizitat tek mjeku duhet patjetër të bëhen një herë në 6 muaj. Nëse doktori, nëse mjeku veti thotë që hajde mbas një viti, është okay. Por nëse bëhet në 6 muaj është super, sepse dhe aq më tepër të ndiqet fakti që fëmijët të kontrollohen që në moshë të vogël. Fëmija duhet të mësohet me dentistin, duhet patjetër që të krijojë atë komunikimin e duhur dhe të kapet problemi që në fëmijë, që në fëmijëri. Që kur mbush 3 vjeç, fëmija duhet patjetër të bëjë vizitën e parë tek dentisti. Të mësohet dhe të edukohet me atë faktin që nuk po shkon për të marrë dhimbje, po shkon për të kujdesur për veten e tij. Që mos ketë dhimbje. Po, që mos ketë dhimbje. Më mira. Funksionon në njëjta periudhë edhe për pastrimin e gurzave, një herë në 6 muaj, një herë në vit, apo varet edhe nga përbërja e dhëmbëve të secili? Kjo varet edhe nga fakti se si pacienti nëse pi duhan për shembull, ose nëse pije që janë ngjyruese, siç është Coca-Cola, siç është vera e kuqe, siç janë çaj, normalisht këto pak ndikojnë në efektin e zbardhjes së dhëmbëve, se sa mund të zgjasë ai zbardim që bën pacienti. Por nëse pacienti është me një dietë ushqimore shumë të rregull dhe shumë të mirë dhe nuk mban dieta të forta, sidomos femrat, tek femrat shihet shumë ky problem, që mbajnë dieta të forta dhe nuk e kuptojnë që nëpërmjet këtyre dietave prishin higjienën ose prishin atë shëndetin e dhëmbëve, shëndetin e gojës, si nga mishrat si nga dhëmbët. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj dhe duhet patjetër që të kemi një dietë ushqimore të rregullt, nuk po them një dietë ushqimore të tepërt, po them të shëndetshme. Me qenë se ju përmendët pak edhe pjesën e fëmijëve dhe edukimin e tyre me shkuarjen tek dentisti, me vizitat. Vetëm 3% sipas statistikave të fëmijëve e përdorin fluorin, që është një element i nevojshëm. Kjo lidhet ndoshta edhe me mungesën e informacionit nga ana e prindërve. Si shikoni ju këtë pjesë dhe pse është kaq i nevojshëm për fëmijët? Kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo është fatkeqësisht shumë e vërtetë që fëmijët marrin fluor vetëm 3%. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse në radhë të parë mund të jetë edhe informacioni i gabuar që pacienti ose njerëzit në përgjithësi marrin nga televizioni, nga reklamat e shumta që mund të ndodhin, mund të shihen. Por fluorizimi në vitet e fundit, sidomos, është vërtetuar që duhet të bëhet në kushtet dentare. Duhet patjetër që, sidomos fëmia, duhet patjetër që të fluorizojë dhëmbët që në moshë të vogël. Pse? Sepse fluorizimi e ndihmon që të ketë një dhëmb të shëndetshëm, mos të ketë probleme dhe mos të ketë karieset primare, sekondare dhe problemet e tjera që mund të hasin tek fëmijët. Sidomos ka fëmijë që më vinë që 2 vjeç me dhëmb të nxirr. Dhe kjo nuk është normale. Pse? Sepse që nga dieta ushqimore që fëmia merr, që nuk është e duhura, ose që nga mënyra se si nuk kujdeset, ose prindi nuk ja lan dhëmbët me idenë që fëmia ka dhëmb qumshi në gojë dhe do t'i bien. Po sa shpesh, për shembull, qenë se e përmendu tek fëmia, duhen lar dhëmbët? Duhet të lahen të paktën një herë në ditë dhe sidomos në darkë. Domethënë duhet të bëhet një rutinë e ditës që fëmia nuk duhet të flejë pa lar dhëmbët. Pse? Sepse kjo e ndihmon atë, se në atë orët e natës, kariesi ka aftësi që të ngjitet dhe të mos ikë më nga dentina dhe nga smalti. Dhe fluori ndikon edhe te kjo pjesë që e ndihmon dhe ta bëj smaltin më të fortë. Duke qenë se fëmia ha shumë ëmbëlsira, mund të haj, ose vetë fëmia nuk e ka atë aftësinë për të kujdesur në atë mënyrë që kujdeset një rritur për dhëmbët. Dhe normalisht kjo e ndihmon. Kjo e ndihmon nëse ka dhëmb qumshi të shëndetshëm, atëherë edhe dhëmbët e përhershëm dalin të shëndetshëm. Do të jetë shëndetshëm më pas. Do diskutojmë sërish, ndërpritemi vetëm për një telefonat. Përshëndetje. Alo. Po zonjë. Mirëmëngjesi. Desha më pyeta të zonja, kam një shqetësim për djalin. Po? Pjesën e, nuk e di a merret ajo me këtë punë, pjesën e nofëllës. Djali im e ka pak si të dalë pjesën e nofës poshtme. Dhe para 3-4 vjetësh se ka pas.
Mos ndikon nga vëndet e prishura që nuk i ka trajtu mirë apo Sa vjeç është djali? 17. 17. Okej. Mund ta Në një shpjegoj? pyetje tjetër apo e shpjegojmë? Po. Okej, Jo, zonja. do të thënë, a ka rikuperohet kjo pjesa e nofës Po, poshtë, do të po, thënë. po. E kuptuam shqetësimin zonjë, ju falenderojmë që na telefonuat. Faleminderit edhe juve. Kjo në rastin e zonjës nuk ka lidhje me prishjen e dhëmbëve apo me shëndetin oral. Zonja duhet të konsultohet me një ortodont. Ortodonti merret me pjesën e zhvillimit të nofullave ose atë pjesën e shtrembrimit që thonë të dhëmbëve. Po. Duhet patjetër sepse është akoma në moshën e duhur, mendoj unë për të ndërhyrë dhe për ta rregulluar këtë gjë. Janë dy mënyra, është ortodontia që mund të shërbejë në këtë rast dhe të ndihmojë nofullën e sipërme të zhvillohet në pjesë normale, në mënyrë normale dhe të bjerë në atë pjesën e rregullt, të jetë në kontrast të rregullt me nofullën e poshtme. Dhe kjo bëhet nëpërmjet ortodontisë ose nëpërmjet kirurgjisë. Por do ta këshilloja zonjën sepse është akoma herët dhe ndoshta them mund ta rikuperoj këtë nëpërmjet ortodontisë, sepse kirurgjia pastaj është diçka pak edhe më e kushtueshme, pastaj merr kohë më shumë, ka të tjera probleme nga mbrapa që duhet. Hapi i fundit. Po, është hapi i fundit. Që shkohet. Kështu që duhet patjetër të këshillohet me një ortodont. Na ka mbritur telefonata tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Ju përshëndesim dhe juve. Urime për emisionin. Ju falenderojmë. Po, kisha një ashtu për atë zonjën aty, se kam një gostë të vogël, është 5 vjeç. 5? Po, 5. Edhe në fullën, do më thënë të lartë, i ka 4 dhëmbët para, i ka të nxira si të kalbura. Po t'ja prekish, do më thënë, janë të butë kështu, po nuk i bina, kupto. Edhe sot kam pak dhimbje sot. E tash qa mund të bëjmë për këtë, a mund ta mjekoj, se kam vajtur te mjeku, do më thënë, familjar, edhe më ka thënë, do më thënë, vetëm kur t'i bin ato dhëmbët, atëre mund të vish, do më thënë, do t'japim një ilazh të duhur që t'i dalin dhëmbët e tjera të rregullt, të mira të shëndetshme. Më falë zonjë, vajza ka pasur probleme me hekurin në organizëm, ndoshta mund t'i keni dhënë hekur ose ndonjë problem të tillë? Ja. Vetëm kur ka qenë, do më thënë, vitin e parë, kur ka qenë akoma pa mush vitin, një vit, do më thënë, ka përdor vetëm langje në biberon, e kupton? Edhe them se mos... Larje, çfarë larje? Langje, do më thënë, që qanë këto amita, fruta të lëngje, ka lëngje me biberon. Po, me biberon, Deri në çfarë moshe ka përdor biberonin? Po thuaj se një vit e ka përdorur, do më thënë, vazhdimisht për ditë. Përveç këtyre lëngjeve, dieta ushqimore si ka qenë? Jo, shumë e rregull, do më thënë, normal. Okej. Po, e falenderojmë zonjën, na dëgjon nëpërmjet ekranit. Ju përshëndesim. Në rastin e kësaj zonje është një problem, sepse dieta ushqimore është shumë e rëndësishme, sidomos tek fëmijët. Dhe biberoni është një fakt që sjell atë karjesin që i themi neve nga veset ose nga gjërat e jashtme. Është ajo dhe lëngjet, vetë zonja e ka kuptuar që lëngjet normalisht janë shumë të ëmbla dhe nuk janë me konservant, nuk janë natyrale. Duhet që fëmia të marrë gjëra sa më natyrale. Plus pastaj vjen edhe nga ana gjenetike, ose nga pjesa që në momentin që zonja ka qenë me barë, vetë dhëmbët e saj ndoshta nuk mund të kenë qenë në atë normalitetin e duhur, ose nuk mund të ketë pirë ndoshta ato ilaçet e duhura që t'i ndihmoj dhëmbët, sepse fëmia normalisht merr më të mirën nga nëna. Dhe në qoftë se nëna nuk i ka mirë dhëmbët, atëherë çfarë mund të marrë fëmia nga ajo? Plus pastaj që normalisht në këtë moshë që është fëmia, që 3 vjeç duhet kishte filluar me florizimin, por edhe në këtë moshë mund ta bëjë florizimin, po. Duhet të përpiqet që t'i rezistojnë sa më shumë këto dhëmbë, të nxira, por nuk duhet të hiqen absolutisht. Duhet patjetër që të rinë në vendin e vet, në qoftë se ka infeksione duhet t'i hiqet infeksioni ose të pastrohen ose të rregullohen, mundet.
por jo të hiqen. Absolutisht. Meqense mbetemi tek fëmijët lidhur me pastën e dhëmbëve ose me furçën e fëmijëve, duhet jenë padyshim të ndryshme. Edhe pasta bëhet fjalë pasta specifike. Po, duhet. Si duhet i zgjedhin prindërit, ndoshta ndonjë këshill nisur edhe nga ky rast që ishte problematik por edhe për fëmijët e tjerë. Po, duhet jetë e ndryshme. Çdo pastë për fëmijë ka përcaktimin edhe tek flakoni i saj, e ka përcaktimin në çfarë moshe përdoret, sepse ka atë sasinë e fluorit brenda në pastë dhe përcaktohet për këtë shkak sepse dhe fëmia në fund të fundit edhe në qoftë se e ka zakonin fëmia që nuk e bështyn, nuk e heq pastën në momentin që i lan dhëmbët, por edhe po ta përcjelli aty mirë i bën. Dhe pra kjo është ideja. Po, kjo është ideja. Dhe furça duhet ndrohet. Rregullisht duhet të zgjidhet në momentin që ka probleme në gojë që i vogël, atëherë nuk mund të zgjedhim një furçë të fortë, duhet patjetër të zgjedhim një furçë të butë. Duhet të ketë një furçë të vogël. Në qoftë se ka dhëmbë shumë të vegjël, duhet patjetër që prindi t'ia lajë fëmijës dhëmbët. Në momentin që fëmia i lan prindit të mësohet, të mësohet dhe mënyrën se si i lahen dhëmbët. Janë disa gjëra, principe që duhet patjetër që të bëhen edukat, të bëhen kulturë. Ndoshta vjen nga fakti i mungesës së njohurive, por ja, këto gjëra, këto emisione shërbejnë edhe për këtë. Një lloj kulture që të paktën të transmetohet tek fëmijët, prindrit ta transmetojnë tek fëmijët e tyre. A duhet ndryshoj diçka ndoshta lidhur me sensibilizimin në këtë drejtim, qoftë edhe në shkolla për shembull, duhet marrin më shumë informacion fëmijët në mënyrë që aty të fillojnë të kenë njohuritë e tyre për rëndësinë, për kujdesin, për shëndetin oral. Çfarë do të sugjeroni ju në këtë drejtim? Është shumë e rëndësishme kjo. Është shumë e rëndësishme që edukimi të fillojë që në veçeli. Është shumë e rëndësishme që kontrolli të bëhet i rregullt. Ndoshta në këtë rast duhet patjetër që të bëhet të ketë çdo shkollë të ketë dentistin e vet, siç ka qenë më përpara. Ose të bëhet e rregullt fakti që të shkojë të japi një leksion një herë në vit dentisti dhe t'i tregojë fëmijëve me figura, ka mënyra të ndryshme se si mund të edukohet një fëmijë, sepse fëmia e pret njohurinë, e pret informacionin që merr nga jashtë dhe aq më tepër nëse informacioni merret pa dhimbje, në momentin që merret në një formë loje. Dhe kjo mund të bëhet shumë mirë, kjo mund të bëhet shumë mirë nga dentistët në bashkëpunim me shkollat, dhe sidomos tani ka dhe shumë shkolla private. Kjo është një arsye që besoj mund të futet ose duhet patjetër të futet, sepse nuk është vetëm faji i prindërve që dhe nuk kanë njohurinë, por normalisht nuk kanë edhe kohën edhe mundësinë për të kushtuar te kjo. Rëndësinë e cila duhet dhe është vërtet e nevojshme në fakt që në moshë të vogël ju e theksuat gjatë gjithë kësaj interviste. Ne kemi mbritur kështu në fund të minutazhit që kishim në dispozicion. I falenderoj shumë që ishit në studion tonë. Faleminderit edhe juve.